Hoxh Hasan Tahsini, rektori I parë shqiptar që ndriçoi botën me dije. Hoxh Hasan Tahsini lindi në vitin 1811-1881. Konsiderohet një nga dietarët dhe mendimtarët më të mëdhenj të shekullit XIX. Ai lindi me 7 prill të vitit 1811. U shkollua në Shkodër e pastaj në Stamboll. U bë rektori I parë I Universitetit të Stambollit, duke hyrë në histori si një nga figurat më të rëndësishme të arsimit në perandorinë osmane. Shkruaj dhe botoi mbi 20 vepra shkencore në fusha të ndryshme, si astronomia, matematika, fizika, psikologjia, filozofia dhe pedagogjia. Ishte ndër të parët që hartoi një alfabet të gjuhës shqipe dhe kontriboi në themelimin e shoqërisë kulturore shqiptare të Stambollit. Hasan Tahsini luajti një rol të rëndësishëm në rilindjen kombëtare shqiptare dhe ishte ndër nismëtarët e lidhjes së Prizrenit 1878. Ai themeloi edhe revistën shkencore Mejmu al-Ulum, përmes së cilës promovoi dijen, shkencën dhe arsimin. Për kontributin e tij, shteti shqiptar e nderoi me titullin mësues I popullit dhe me disa dekorata të larta kombëtare.